Në përgjithësi eksperiencat e botës si kanë qenë gjatë historisë për çështjet e bashkëjetesës fetare ku janë gjërat më të shpeshta që problemet më të shpeshta që janë hasë dhe ku janë pikat e dobta që kanë pas njerëzit për mënyrën se si i kanë trajtu njerëzit e feve të ndryshme. Edhe nga kjo, me sa është pa, historia në përgjithësi i ka trajtu njerëzit gjatë historisë e kanë trajtu tjetrin që ka fe tjetër zakonisht me jo fort këndshëm për ta zbut pak. Për të shku më tutje gjatë historisë, po flas historisë botës, tash nuk po fokusohem në një vend kryesisht, po janë ca ngjarje, ca mënyra se si kanë rrjedh shumë ngjarje të mëdha për gjatë historisë në vende të ndryshme, ku njerëzit kanë bo kryesisht shumë luftë për çështje fetare. Pra njerëz të feve të ndryshme, e thon shkurt, kanë luftuar shumë gjatë historisë kundrejt njëri tjetrit. Besoj për këtë nuk kemi në i mos dakordsi apo ha debat. Jo, ajo është e vërtetë, por që e thon trash kështu, pastaj për ta marrë më specifikisht shekullin e 20, shekullin e 19 më herët, gjatë çdo shekull ka qenë pak më ndryshëm, mesjet ka pas tjetër formë lufta fetare, në shekullin e 19 ka pas tjetër formë, në shekullin e 20 tjetër, e tjera, po nuk mund t'i zbërthejmë gjitha tani. Mund të them kështu që me emancipimin e njerëzimit, domethënë fesi ka rënë vlera që ka pas shekullin e 14, 15, 16, përfshit gjithë mesjetën. Me emancipimin e njerëzimit normale që ka rënë vlera, dhe kjo për çdo lloj feje është shumë shqetësuese. Edhe mendoj unë që me kalimin e kohës, domethënë janë ndërmarrë aksione nga gjitha fejet, domethënë për të rritur atë vëmendje e njerëzve ndaj fesë. Për sa i përket, domethënë fesë, përgjithësi unë kam një qasje skeptike, nuk jam se jam praktikuese në një feje. Thjesht unë besoj në Zot. Domethënë besoj që ka i Zot. Është mendimi im, nuk e di, por që në fen e kam pa gjithmonë në një pozicion kështu diagonal që ma shumë ka bërë kia sa të mirë. Nuk e di, është mendimi. Megjithatë, nuk kështu veçanërisht deshëm ta izolojmë muhabetin, që ta përjashtojmë këtë muhabetin që a është feja për të ndjekur apo jo. Tani jemi para faktit të kryer që shumica e njerëzve kanë marrë vendim që ta ndjekin një fe, një pjesë tjetër po ashtu e madhe kanë marrë pjesë që kanë vendosur që të mos marrin pjesë në asnjë fe. Disa të tjerë kanë menduar të ndjekin një doktrinë tjetër, disa një doktrinë tjetër. Çështja është që në fundit të gjithë duhet bashkëjetojnë, sepse toka është vetëm një. Ndërkohë, po njëjta gjë mund të thuhet edhe për Ballkanin, ose për brenda Shqipërisë, ose brenda hapësirës së trojeve me shumicë shqiptare. Domethënë, njerëzit kanë zgjedhë fe të ndryshme. Tani kjo është fakt. Ky është realitet social. Puna është si do të veprohet nga këtu e mrapa, që këto njerëz mos konfliktohen, të mos përplasen, të mos shkaktohet luftë. Kjo është çështje që ka treguar që është shumë e vështirë për tu zgjidhur.
Regi, çfarë mendimi ke ti? Po pse tu është e vështirë kur një kohë relativisht të gjatë Shqiptaria domethënë ka mbajtur gjallë këtë traditë për konflikte majore të mëdha. Unë thash në përgjithësi për njerëzit, por është e vërtet, po. Po për shqiptarë po folëm, nëse ti e cekë shqiptarë. Jo, unë i ceka të gjithë, unë e ceka dhe domethënë për shqiptarët fola së fundi, ke drejt, por më para fola në përgjithësi. Po mund të fokusohemi, si thotë, të fokusohemi më shumë ke çështjet shqiptarëve apo tek përgjithësi se këto titulle thotë shqipfolja, domethënë. Po, patjetër. Unë edhe unë atë mendim kisha, vetëm doja të sigurohem që jemi dakord. Se anglezët ose francezët. Jo, serbët fatkeqësisht ose fatmirësisht ose fat neutralisht i kemi komshi, kështu që janë po shqipën përgjithësi jeta domethënë ato sfidat e veta që i ka me faza që duhet zgjedhë. Shemb edhe ti në jetën tonë, unë në jetën time, domethënë kena shumë probleme dhe kur fillojmë të ballafaqohemi me to, ja nisemi radhitim edhe shumë cila ka prioritet më të madh, pastaj cila vjen e dyta, e treta, e katërta, kupton? Një herë na është mirë me zgjedh çështjet brenda kufineve tona etnike, të themi gjuhësore, kulturore, me këtyre kufive ku kuptohemi më shumë se sa me tjerët, apo kupton? Pastaj dalmi në faza të tjera, në territore të tjera, aty ku kemi pak më rënd më kuptojmë në tjetër. Megjithatë, Regi, shiko, këtu është thik me dy presa kjo qasja se a nisim nga lokalja për të shkuar tek globalja apo nga globalja për të shkuar tek lokalja, sepse të dyja përqasjet kanë një favor të vetin. Po të nisesh nga lokalja kuptohet që ke avantazhin që përballesh dhe trajton problemet të cilat janë prezente dhe kërkohet me i zgjidh në mënyrë direkte, pra mund të është me qenë praktik. Ndërsa kur po nisesh nga globalja, do shohësh që dhe nga historia dhe nga eksperienca e vendeve të tjera mund të mësohet diçka për një çështje apo një tjetër çështje sociale, problem social. Në rastin e bashkëtesës fetare kanë më shumë bota të mësojnë nga ne, sesa ne nga bota. Vërtet. Duhet të definosh tani pak më precis. Domethënë se për kësaj procedure, se këtij procesi domethënë të konsolidimit të një shoqërisë, po supozojmë që ja fillojmë si shoqëri shqiptare nga pika 0, edhe krejt i mbledhin krejt shqiptarët me një vend dhe e bojmë e vendosim, e bëjmë vendim që të planifikojmë për te ndasive tona, për te ndryshimeve tona ideologjike së pari që i kemi, si mund të bashkëtojmë. Për shembull, për mua. E qartë. Janë të gjash ose 20 ide të ndryshme. Domethënë që këtë çast atëra na mundna me pas ato çat pikën që e thave ti me marr ndonjë shembull nga globalizmi se çka mund të praktikojmë në jetën tona. Nga eksperienca e tjerëve. Realiteti në shoqërinë tonë është pak më ndryshe se jo çdo kush ka më pajtu, domethënë mu gjyku një çështje, mu drejtu një çështje, një problematikë shoqërore në bazë të asaj se çka vepron dikush me kilometra larg nesh. Për ato na si shoqëri e njohim njëri tjetrin, i dimi traditën e njëri tjetrit, e dimi çka na pengon, çka na pengon, në bazë të atyre pikave kena mundu e shemu më përbashku. Apo kupton? Për vetë unë jam proponenti asaj çështjes që e përmende, të fillojmë nga lokalja për të dalë tek globalja. Jo e kundërta se besoj që nuk do të kishte ndonjë efekt praktik. Po, patjetër, është më praktike gjithmonë të fillosh nga lokalja, megjithatë këtu pastaj metodat gërshetohen. Sociologët i njohin më mirë ato punë, po sociologët e dinë që kur del një problem lokal, për shembull, një problem shumë specifik, ato mundohen të shohin edhe më gjerë për çfarë zgjidhje i kanë ofruar të tjerët në kushte të tjera. Nëse megjithatë kjo nuk është domosdoshmërisht esenca e bisedës që dëshmë bëjmë ne.
Unë do kisha dëshirë Regi me të pyet se çfarë do thonë ti patjetër i takon unë e ti për shembull jemi një shembull që i takon dy feve të ndryshme dhe kemi ide po krejt të ndryshme në raport me se si njeriu ta jetoj jetën spiritualisht. Apo. Dhe tani puna është që ne jetojmë në të njëjtën hapësirë sociale, në të njëjtën shoqëri, të paktën, nuk jemi në të njëjtin qytet, as në të njëjtin ashtu, po jetojmë brenda të njëjtës koshiencë sociale. Unë jam pak për nga bindjet pak nacionalist linguistik, në atë që unë them ajo që më afron më shumë mu me shqiptarët është fakti që flasim të njëjtën gjuhë dhe kemi të njëjtën kulturë. Nëse toka është nocion tjetër që nuk mundet mos me pasqen unë kur në Shqipëri dhe prapë mund të jesh shqiptar. Ke fëmijë që kanë lindur nëpër botë, kudo dhe flasin shqip, por në Shqipëri mund të shkojnë 2 herë, 3 herë në vit. E di? Dhe desha të them këtë që si e shikon ti, ku e shikon ti piknisjen e bashkëjetesës fetare, ku e shikon ti të përbashkëtën që ke ti me një person i cili nuk beson në ndonjë doktrinë fetare? Shef, personalisht dhe më thonë i takoj një filozofie që unë e pretendoj që e ka origjinën nga feja konkretisht feja islame, po ka proponente edhe në filozofi tjera, që është e drejta e zgjedhjes, lirisë së shprehjes e lirisë së zgjedhjes. Më thonë, mbasti koncepti kur e kupton ose ai besimtari ose ai jo besimtari, nëse kanë dy parimet kryesore që duhet të jenë edhe universale, ashtu i besoj unë personalisht, që ky parim live and let live, jeto edhe lej tjerë të jetojnë, duhet jetë parim universal dhe të vlen për këtë njerëzi. Se pa marrë parasysh përkatësive tona, duhet ta kemi parasysh se ka grupacione të individë të tjerë që mund të mendojnë ndryshe, edhe duhet të lihen ashtu të tillë të mos zhvonohen përderisa ti nuk je kërcënuar nga ta. Pikërisht. Përderisa ata respektojnë kufitë tona, ti duhet me respektu kufitë e tyre. Domethënë, kjo e ka origjinën dhe ato është një ajet, një verset në librin e Shemit Kuran, që thotë la ikrahe fi din, nuk ka dhunë në fe. E çata prej çatës është bu, është shpalur. Po dëgjosh dobët Regin. Po, deshta me thonë domethënë, dëgjona dobët apo çfarë? Po dëgjohesh relativisht dobët her pas here. Jo, shumë larg. Ndoshta je shumë larg mikrofonit? Tash apo ndëgjojmë mirë? Pak më mirë është tani, pa mundesh me majt këtë pozicion, se pozicioni ka të bëjë shumë. Okej. Dhe më thonë, parimi i lirisë edhe liria e zgjedhjes edhe e drejta me jetu ma zgjedhje buron nga një verset në librin e Zotit që besojmë. Dhe më thonë, ku thotë nuk ka dhunë në fe, nuk ka dhunë në bindje. E vërtetë për të pavërtetës është bëhet çon, është sharu. Lejnë ata, le të besojnë çfarë të dojnë, edhe ju besoni në ato që ju doni. Edhe, unë shpresoj, domethënë këto janë recete të ndryshme, në vende të ndryshme ku kanë drip ose i përkasin kaptinave të ndryshme, po kuptimi po të bëjë me lirinë e zgjedhjes, edhe mundësia e bashkëjetesës, jetesës me një territori caktuar, duke respektuar mënyrën e jetës së të tjerëve, përderisa njëna palë nuk e dhunon, nuk e pengon të tjerë. Pra kufiri është dhuna, po thuqë. Nëse fillon dhuna, atëherë janë prish marrëdhëniet. Kërcënimi i cili ma pamundëson mua sigurinë e shprehjes edhe lëvizjes edhe veprimit, dhe më thonë, përderisa ti nuk ma kërcënon, nuk ma cënon,
të drejtën e sime, atëherë na jena në rregull. Në atë moment që ti fillon me më pengu mu, me ma vështirësu mu jetën, në mënyra të ndryshme, qoftë ajo fizikisht apo çdo lloj forme që ka ajo, domethënë atëherë unë instinktivisht duhet me reagu me mbrojt veten. E kupton këtë? E qartë. Por kjo është pikrisht e njëjta gjë që do kisha thonë edhe unë me shumë pak ndryshim, vetëm se nuk do t'i isha referu direkt Kuranit, sepse është puna që kur flasim për këtë çështje nuk mund t'i referohemi librit të njërës fe ose të fesë tjetër, po duhet t'i referohemi. Qyre, Kurani do me thonë e citon këta, po kjo... Mirë, dakord. Si drejt universale, a kupton? E qartë. Shiko, jo, duhet vetëm të them këtë, që kur flasim për bashkëtesë ndërfetare dhe por supozojmë që flasin njerëz me besime të ndryshme dhe nuk mund të morim në këtë bisedë ku njerëzit me besime të ndryshme e flasin, nuk mund të morim si referencë njërin prej këtyre besimeve të secilit prej këtyre. Por prit një sekond. Se do dal, e di unë çfarë thu, po ja vetë sa mëroj. Por unë do kisha thonë që duhet me morë një të mesme, një të përbashkët, pra atë që e thot, duhet të establishojmë si fillim ato gjëra për të cilat unë edhe ti bijem dakord. Ndoshta për arsye të ndryshme. Pra, unë bie dakord sepse e ka shkruajtur bie fjala David Hume në vitet 1600 që bashkëtesa fetare duhet me ekzistu, që njerëzit të jetojnë në paqe pavarësisht se çfarë besojnë, por nga ana tjetër ti e beson po të njëjtën gjë, po për arsye se është shkruajtur në ajetin që ka në Kur'an. Rëndësi ka që bien dakord. Ama nuk mundemi më një herë të morim të japim si referencë tjetrit, për shembull një të krishteri, të japim si referencë Kur'anin. Më kupton, sepse që aty e filloj me komplikojmë punën, se ai ka ungjillin, ai prit thotë unë të se di. Kjo është problemi, se ti domethënë për të filluar debatin domethënë më fal. Po. A mund vazhdoj? Po, patjetër. Po të dëgjoj. Kur e fillova debatin, domethënë mund paraqitet si fal, edhe para se me fillu domethënë debati u pajtuam që unë jam ajo pala e muslimanëve në kuptimin se mund si palë të ndryshme e mora si shembull, po. Nga pikëqënimi im, deshta me thonë, se komuniteti islam, bas këtyve parimeve, nuk e ka probleme bashkëtu me komunitetin tjetër. E qartë. Si parime e ceka, dhe me thonë, po. Komuniteti islam nuk e ka problem bashkëtesën, bas këtyve pikave. Këto pika dhe me thonë... Sigurisht. Shumë e qartë, nuk jam kundër kësaj. Kjo është shumë e qartë. Po, ma dallo, sigurisht. Si pranon këto vështit e të mija. Nuk thash. Se janë të drejta universale, të cilat krejt na i pranojmë. Pra, pikrisht, pyetja kjo në fakt ishte, megjithëse ti besoj të paktën pjesërisht je përgjigj, pyetja ishte që cilat mendon ti që janë të përbashkëtat që ti dhe si besimtar dhe jo besimtar për shembull i kemi, jo ne vetë si persona, po që besimtarët dhe jo besimtarët shqip folës i kanë edhe janë në gjendje që realisht ti zbatojnë në shoqërinë ku jetojnë. Më kupton? Kjo ishte edhe pyetja dhe ti para shumë edhe si përgjigje, por sigurisht ju referove vetëm mënyrës se si e shikojnë muslimanët. Për shembull, ke menduar ndonjëherë se çfarë të përbashkëte ka edhe pikpamja e krishterë me këtë pikpamjen që ti sapo parashtrove? Po ato dhe me thonë duhet sigurisht ta paraqet një krishterë të na tregoj ai nga këndvështrimi i tij dhe po, me ai sa e ke kuptuar ti, po të pyesum. Po jo, po ne nuk mund me fol se është problematike, unë me fol në emër dikujt tjetër. Jo në emër, jo. Pyetja është në vetvete e tillë që them çfarë mendon ti se ke të përbashkët me të krishterët. Po kupton?
Se mundesh me pas cila është impresioni jote, kupton? Jo që me shef, sa i përket krishterëve, edhe njerëzve të qetovë, që përkasin 3 feve të njohura si abrahamite, judaizmi, krishterimi dhe islami. Domethënë këto fe nuk e kanë pas problem brenda historisë, por kanë ndeshë, por kanë pas vullnet në bashkëtu në kohra të gjata, në epoka të gjata, në mënyrë paqësore, nuk e kanë pas problem. kanë pas dhe luftra, Regi, kanë pas dhe luftra. Këtëm përcjell, nuk jetëm përcjell. Më thuj. Në atë Jo moment, të përcjell, mos më thuj si tu. shoqërit, këto është 3 shoqëri, kanë pas vullnet, dëshirë, me bashkëtu në mënyrë paqësore, nuk e kanë pas problem një gjë të tillë. Po, për shembull në Palestinë në vitet para luftës parë botërore kanë pas bashkëtu për qef. Disa mirë kanë pas bashkëtu vetë kur përzi mas luftës parë botërore u bë lëmsh. Palestina ka qenë shumë paqësore. Kanë pas bashkëtu krishterë, ortodoks, jo, ortodoks nuk e dia ka pas, po krishterë dhe muslimanë njëri jam i sigurt që ka pas. Krishterë kryesisht janë ortodoks të kishës greke, po ka pas domethënë edhe çifut, ka pas edhe musliman nga denominacione të ndryshme, domethënë kanë jetu grupacione të ndryshme në një territori në mënyrë paqësore për ca kohë, ta themi 100 vjet për domethënë. Po që nuk është pak, ë? 100 vjet nuk është pak. A t'ja japim pak Ledios? Po lesh. Hajde Ledio. Në falë se ta zgjatëm shumë. Jo, më s'ka problem, po desha flisim, sa unë Jo, hajde na thuj se nuk do bëjmë Ka për temën më përpara, domethënë për shembullin që kemi dhënë ne në botë, edhe nga ka ardhur kjo. Faktikisht besoj se edhe ju e keni domethënë që në Shqipëri për një farë kohë u ndalu feja, nga viti 61 deri kur ra komunizmi. Nuk jam dakord me këtë që u bë atëherë, domethënë që fillon reprezaljet e xhamive dhe kishave kohën e komunizmit. Por pikërisht kjo mendoj unë që domethënë kjo ka qenë gabim shumë i madh, sepse është privim ndaj lirisë së tjetrit, është për shumë arsye. Po. Përveç asaj ka shtyp bashkë me fen, ka shtyp edhe një traditë të tërë intelektualesh. Absolutisht, nuk përndezem, domethënë që kur e përmenda, domethënë direkt e dënova, por du të them nga ana tjetër që kjo është arsyeja sepse ne kur u bë sulmi kundër asaj revistës franceze që Charlie Hebdo, po, që dham atë shembullin domethënë bashkëtimit fetar, që ne nuk e kemi problem të bashkëtojmë. Edhe mendoj, jo se është mentaliteti jon kaq paqësor apo ku ta di unë. Ne nuk jemi paqësor, nuk besojmë se ne jemi paqësor. Me njëri tjetrin jemi, po. Nuk deri diku jam shumë skeptik nga kjo, po kjo është temë tjetër. Po. Du të them që ne kemi arritur në një bashkëtesë fetare, pikërisht për këtë arsye sepse tek ne u ndalua feja pothuajse 30 vjet. 30 vjet nuk janë pak, ë? 30 vjet me ndalimin e fesë, që ishte gabim shumë i madh, por nga ana tjetër ky 30 vjeçari, domethënë i thuhet 3 dekada, ka bërë na bërë që jemi indiferent, po thënë. Pikërisht, domethënë këto 30 vite fesë i ka domethënë populariteti, po. Po shiko, u rikthu shumë shpejt, Absolutisht. Po ta vesh re. U rikthy, po jo me atë me atë lloj qasë. Po. Sepse feja ushqet, natyrisht. Si çdo gjë tjetër, feja ushqet me besim, ushqet me. Unë nuk jam teolog, nuk marr vesh shumë nga feja, domethënë nuk jam teolog edhe nuk jam as praktikant, por me aq sa gjykoj si njeri i thjesht, domethënë, mendoj se tek ne fatkeqësisht apo fatmirësisht, unë mendoj se fatkeqësisht, por që arsyeja kryesore për bashkëtesën fetare është pikërisht kjo, që u ndalu feja.
Po, e qartë, Ledio, vetëm do ta mbajmë këtë 1 minutë, mund ta diskutojmë pak më mbrapa. Unë besoj që ha pak debat, a është e vërtet, po mund ta prekim. Vetëm ta kalojmë pak tek qëndrimi që e kërkoj. Qëndrim, të lutem, mirë se erdhe, edhe vetëm sa të mundesh, qëndrojmë brenda temës, kemi dëshirë. Po, kështu më mbrapa më sporti. Unë e veç doshta, si më thonë se nëse jem të e kuptu mirë atë që është u bo fjallë këtu, nëse titull është bashkëtesa ndërfetare në shekullin 21, në përgjithësi, do më thonë na pe diskutojmë këtu në përgjithësi, apo? Po e diskutojmë në Shqip dhe besoj natyrshëm. Shiko, e folëm pak më herët, mundemi me prek edhe në përgjithësi, por si epicentër po morim tek çështjen tonë lokale, po ti mundesh me zgjeru dhe në përgjithësi. Po, se mu shambull kanë pëlqy shumë këto debate ku ka marrë pjesë Christopher Hitchens, ai publicistin. Po, ai që vdiqi nga kanceri. Po, fiksaj. Edhe më pëlqen kur në një debat, ndoshta edhe në shumë debate tjera, e ka përsërit këtë sen, thot këshore, thot edhe nëse e vërtetojmë 100% që krejt fetë, si më thonë, janë trejshme, janë pralla, krishtërimi, islami, judaizmi, krejt, tana. Thot, prap në fund ditës, na kena më kënd preokupum qysh me ndërtu shtetin së drejtës. Pikërisht, këtë e tham që në fillim dhe nga kjo u nisëm faktikisht. Që kjo do më thonë që kjo është edhe njona prej sendeve që kishë ndihmu, do më thonë nëse fetarët e kishim pas parasysh që të send gjithë, nuk besoj që ishtë dosht më pas probleme ndërmjet tënë. Do më thonë, se nëse e këshyrti botën veç prej atyne shyzave të festu, adin që nëse, do më thonë, pa fen tonë dhe hup ai kompasi moral, njerëz të bohen bisha, s'kan këfar konceptit të mirës e të keqës, atëre do më thonë, të njeri nëzitet të një që me pas atë qasin që me ekstremizu fejnë e vetë, si më thonë që pa fejnë temë ku mbaron botës, si më thonë. Po për bashkëtesën, për të kalu tek epicendra e asaj për cilën po flasim, çfarë mendon ti se është thelbësore në të bashkëtuarit e komuniteteve me fe të ndryshme në një shoqëri, në një grupim njerëzish? Për mu, do më thonë, bashkëtesa do më thonë, vjen si rezultat i modestisë, thjesht me pas të kjort, do më thonë, me pas opinionin e mirë për njerëz. Thjesht se cili njeri është mundu me mundësit e veta, më mbriteni e vërtet, me vot madhe. Të tonë jena që, do më thonë, kur e ki qatë opinionin e mirë për njerëz, do më thonë që ata kanë qëllim të mirë, po okej, kanë mbrit aty ku janë, atëre besoj që ka më pas bashkëtesë. Po kur hup që ajo ndjenja që njerëz janë që aty ku janë për shkak të qëllimeve tyne të këqija, e që aty të një nisin probleme. Aty nisë edhe pikrisht, aty nisë dhe konflikti kur i atribon tjetrit cilësi të këqija, dasha keqe. Do më thonë, a i pedon të keqen. Sigurisht. Po për ta theksu dhe njerë, desha të them, kjo ishte para shumë me sa kuptova premisa kryesore që do më thonë të gjithë duhet të paktën me këtë të bien dakord, të gjithë palët e të gjithë komuniteteve, të gjithë feve të bien dakord për minimumi që ne na duhet një shoqëri funksionale, megjithëse kemi fe dhe besime të ndryshme. Ko që kjo është e establishuar, këtu e mbrapa pastaj flasim për metoda, se pak a shumë kemi sqaruar që kërkojmë një shoqëri të drejtë, një shtet të drejtë brenda
duke respektu traditat e secilit. Regi? Se në të thënë shërim disa tema, kisha pas që të flas në lidhje me temën e bedjes. E ke pak e ke keq mikrofon, e ke shumë keq mikrofonin, dëgjohesh shumë dobët. Mikrofoni jot është problema, ke mundësi me ndal. Po, unë ndal. Okej, shpresoj të bëj më mirë me ndal. Okej. Tema që kisha pas qef më kyç pak në lidhje me ledjen, se i përket bashkëtisës shqiptare para komunizmit edhe pas, është e vërtetë domethënë që sistemi komunist e ka bu shqiptarin shumë më indiferent ndaj fesë se sa që ka qenë më parë. Kjo është fakt, nuk mundet më diskutu kjo. Po tjetër është se i përket bashkëtisës ndërfetare të shqiptarët më herët, do të me pas parasysh se shumica prej neve, sot unë dhe të parët e mi, para 6-7 brezave ose 4-3 kanë qenë të krishterë katolik. Shembull, baba i gjyshës ten, stërgjyshi, ka qenë katolik edhe është konvertu në islam. Do me thonë edhe kjo nuk i ka shkaktu ku një farë problemi, do me thonë me komunitetin e vetë aty ku ka jetu, me ata katolik, do me thonë të fisit e vetë me bashkëtu në mënyrë patësore. Do me thonë e jeta ka vazhdu në ritmin e njëjtë si që ka qenë e më para. Dhe me thonë, bas të praksës, spakun kënej ka Veriu, ka Kosova, muj me pohu, me vërtetu që bashkëtesa fetare ndër shqiptar ka qenë në përgjithësi, përmi se 80-90% paqësore në një kohë të gjatë. Dhe me thonë, këta në spakun nga praksa ime, nga historia që e ditë të parëve të mi, e di dhe me thonë që kjo nuk ka qenë një problematik majore, e madhe. Tjetër, dhe me thonë, ka shumë shemboj të tjerë, konkretisht para ca kohë lexova në marshin e shqiptarëve që e kanë bu me Hasan Prishtinën, Nisa Boletinin edhe disa personalitete tjera për në Shkup, dhe me thonë cekët në një farë reviste shqiptare Drita, apo si që batemnin, që është botu në Stamboll dhe në Rumani, edhe në Sicili të Arbëresht. Cekët thot aty ishin kaq bura musliman, kaq bura krishter katolik edhe bashkë kanë marshu, shembull ka Shkupi në një shenjë revoltë në kohën e perandorisë osmane edhe para se mu shkatru. Dhe me thonë ajo farë ai marshi, asaj ushtria ka pas ka qenë i përbër prej muslimanëve dhe krishterëve. Bashkë ata dhe me thonë kanë bu marshe drejt qyteteve për me tregu një revoltë e caktuar. Fakt tjetër dhe me thonë, se i përket shqiptarëve të feve të ndryshme, konkretisht shqiptarë muslimanë dhe katolik, ka dokumente ku mirëditor katolik kanë marrë pjesë si në punësat të perandorisë osmane me siguru rrugën e haxhilerëve për në Mekë. Dhe me thonë, për ta ka dokumente dhe dëshmi reale historike. Vërtet, ku i ke has të dokumente, shumë kurios jam. Publikoj, është një Indrit Vokshi, nëse e njihni, shqiptar nga Shqipëria, që ka cek këto gjana me raste konkrete me burime, dhe me thonë si fakte konkrete historike. Po çfarë deshta të them, dhe me thonë, Indrit Vokshi, pastaj do të mundona ti gjaj atë nëse i gjaj, nëse jo të burime. Faleminderit. A mund të ndërpres pak me një pyetje, Regi, për çështjen e bashkëtesës, domethënë që ka kështu prova historike se vim diskutim për bashkëtesën mes shqiptarëve. Çështja është kanë bashkëtu që edhe pa pas institucione fetare, shumë duke i pas në formë autonome, një xhami këtu, një atje, nuk është se ishin të përqendruar ke diku, me sa di unë të paktën, edhe kishat, nëse kishat kanë qenë tjetër muhabet, po kishat kanë qenë të lidhur kryesisht me veneciane, me temën përgjithësi. Tema në përgjithësi është se shqiptari tipik, shoqëria shqiptare, krahasim me shoqëri tjera botërore, qofshin ato evropiane, qofshin lindjet mesme ose kudo qoftë tjetër,
për një kohë të gjatë, për te dallimeve tyne që kanë pas në fe ose diçka tjetër, ata ja kanë arrit me bashkëjetu në një kohë të gjatë, me dekada, me qindra vjet, në mënyrë patësore, që diçka që në Evropë shembull nuk e ke pas, në lindjet mesme nuk e ke pas, e tjerë. Dhe me thonë, shqiptari tipik nuk e ka këtë problematik. Unë e këtë temë ku më cek disa herë. Nuk është në rregull me zmadhu, me hiperbolizu një temë, thjesht për entertainment, për me bu... Jo, nuk e bëj për entertainment, në më regun, për shembull, isha kurios me fol vërtet për këtë punë, me dëgju pak çfarë mendime kanë njerëzit. Brenga ime konkrete, mu ku më pengon, dhe me thonë, në qofë se miremi me historikun, duke pas parasysh se vi nga një familje që është marrë me pajtimin e gjaçeve. Pajtimi i gjaçeve i bjen kur disa familje, 1, 2, 3 familje, kanë pas konflikte edhe kanë ndërhyj burra tjerë për mi qetësu edhe me ndalë gjakderë. E si problematik kryesore nuk u kanë dallimi fetar. Problematikat kanë qenë shumë banale tjera. Po, qartë. Jo i plam tokë, jo i laf, jo i kështu. Regi, kjo më falë do të ndërpres edhe herë tjetër me një pyetje. Ku në cilat zona kanë bërë pajtime gjaqesh? Është pak jashtë teme, po jam kurioz. Shkurt. Konkretisht dhe me thonë si institucion juridik që është kriju në Kosovë, po foli për Kosovë, nuk e di në cilin vit, folet për kullën e Junikut. Kulla e Junikut është edhe një film i vjetër, ku folet se si shoqëria shqiptare ati venit, rrethit Dugaxhinit, poshtë Malësis, Knejka Kosova, Pindxakove të poshtë, dhe me thonë jënë mobilizu si shoqëri, e kanë shprej këtë si breng, edhe në krye me një farloj Hoxh Abdylin edhe Ramadan Shabanin, që është një prej para arsëve të mi, ata kanë marrë iniciativë me kriju institucione paralele me të shtetit, që me ullë, dhe me thonë, këtë problematikë edhe me zgjedhë. Që se jema shumë interesu, mund është me pas filmi Kulla e Junikut, është i vjetër pak, keme pas pa problematikë me bo dorim, se nuk e ka të, si ta them, teknologjinë edhe perfeksionin e filmave modern, po keme pa që keme mësu shumë lidhe me këtë problematikë. Ka përmbajtje atëherë, si quhet herë Kulla e Unikut? Kulla e Junikut. Junikut, edhe herë, po thu që kanë lidhje paraardhësit e tu me Kullën e Junikut? Po, direkt. Po nuk e di, më kaloi mua, nuk e kapa. Se në cilat zona ka pas operu kjo pajtimi gjaqeve? Është kjo zona ndërmjet kufinit Maqedoni, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri dhe Malëzi. Dhe me thonë, si ta them ta. I ka thonë rafshit Dugaxhinit. Përgjithësi dhe me thonë, mund është më informu ma shumë lidhe Kulla e Junikut edhe si institucion që ka ekzistu. Atëherë si kushtja u kanë bu familjeve të cilat pasi që u ka pru vendime, në që se familja cila ka qenë bela, nuk ka desh me lëshu pej, pas vendimit të drejtë si pas kuvendit, atëherë je kërcënu me largim nga vendi edhe konfiskim të pasurisë. Dhe më thonë, e shë dhe më thonë si komunitet, dhe mungesë të shtetit, mungesë të institucioneve moderne shtetërore, shqiptarët e kanë pas vullnetin edhe kanë mujt me marrë si farë iniciativat që janë konë, se them, revolucionare për shoqërinë tonë. Pse? Arsyeja kryesore për vlllavrasit e shqiptarët ka qenë që kja. Është vërtet. Shiko, Regi, nuk e di a ka pas kap zonën e matit kjo, po ka mundësi dhe ta ketë kap, megjithëse kanë qenë të mala aty mes. Shiko, nga ne kanë pas bëj gjë. Pajtimet i bëshin kështu. Ai që i pajtohet gjaqet, ju thoshte, nëse nuk e gjeni me një mënyrë tjetër, do t'ja u bëjmë me mënyrë me urdhër, si më thonë nga komuniteti. Në qoftë se, do më thonë, asnjëri nga ju të dy që jeni në gjak, ju mirë jeni në gjak, por fëmijëve tuaj nuk guxoni me ju
tregu që keni qenë gjak, as ti, fëmijët pasardhësit mos me e ditë. E din? Edhe kështu shumë gjaqe janë harru në këtë formë. Po ka pastaj edhe dasha keqe nga të tjerë, për shembull që fëmia baba të birit s'ja ka tregu, po ja ka tregu bje fjala mas si ka vdek baba, ja ka tregu komshiu, po thëmë kot, e di? Që shiko se ju keni qenë gjak me këto edhe i kanë lënë disa dhe janë kap, po kupto. Nëse. Po ka qenë kjo, në vërtet. Po shiko, për të kthy dhe njëherë kjo gjetëm vetëm praktikisht ca gjëra që për të cilat bim dakord, do të thonë që fejet me mundet është teorikisht e mundur me jetu në paqe dhe secila fe mundet me bashkëtu me të tjerat pa u mundu me i dhunu të tjerat, pa shkaktu fërkime, pa kështu. Tani, unë them ka pas edhe ka gjithmonë nga pak fërkime, kudo. Po janë të vogla, është e vërtet. Por po të shohësh për shembull në Shqipëri, influencat fetare kryesisht kanë ardhur nga disa shtete të huaja pas viteve 90 apo jo. Dhe këto influenca kanë ardhur secili sillte influencën e vet pa i dhënë shumë thjesht e sillte pagunte, domethënë investonte për ta sjell. Vinin fonde nga shoqata e Katarit, fonde nga Arabia Saudite, nga Irani, kanë pasur nga kështu vetëm për të krijuar dhe ngrit komunitetet fetare në Shqipëri. Kanë ardhur patjetër edhe nga Roma, edhe nga Amerika, dëshmitarë Jehovaj, por domethënë këto kanë qenë këto ndikimet e jashtme. Është kështu me fjalë feja ka këtë që vjen shpesh herë në një gjuhë të huaj i shfaqet shqipfolësit në këtë rast. I shfaqet në një gjuhë të huaj dhe madje jo vetëm kaq, po i shfaqen disa fe në gjuhë të huaja, edhe ai zgjedh njërin. E di? Sot, po flasim pas 90-s, Shqipëri, kurse në Kosovë dhe atje që e keni pas, në Kosovë dhe në Maqedoni edhe në zonat e tjera ku ka pas dhe ka akoma shqiptar, atje njerëzit fejen me sa di unë kanë pas vazhdu ta kultivonin dhe gjatë Jugosllavisë, apo mos e kam gabim, korrigjore. Ka qenë e praktikume, po jo në atë mos sa që është nevojshme. Thjesht ka pas më shumë simbole dhe më shumë praktika se sa në Shqipëri, po jo ajo norma formale. Po nuk ka pas prishje xhamiash e kishash atje, ëh? Ka pas, po jo në atë mosën e që ndodh në Shqipëri. E qartë. Shikom, atëherë, domethënë këtu kanë rrjedh pak ndryshe, desha dal ke kjo që ka ardhur nga dy drejtime, nga dy rrjedha të ndryshme lumi, si më thon, i historisë praktikave fetare të shqiptarëve, kupton. Ka ardhur një pjesë e shqiptarëve brenda që ndodheshin brenda Republikës së Shqipërisë u shkëputën dhe e harruan, dy breza e harruan çfarë është feja. Ndërkohë nga ana tjetër shqiptarët jashtë kufive nuk e harruan. Dhe tani jemi para gjendjes ku kemi ca shqiptarë këtej që s'pyesin për fe fare, kemi ca shqiptarë këtej që e kanë kultivuar, e kanë shumë më të thellë të ngulitme në kulturë. Dhe tash këtu lindin dhe keq kuptime. Ke parasysh? Keq kuptime midis sekularistëve si puna ime për shembull, me Regin ose me një tjetër. Keq kuptimet edhe dialogimet edhe bisedat edhe kapmet e konfliktet verbale, domethënë nuk duhet të ishte shumë tragjike. Përderisa këta nuk eskalojnë në rrezik fizik. Po, sigurisht, po shiko, ka disa lloje, ka disa mënyre. Shiko, konflikt verbal, kryesisht unë preferoj që dhe konflikti verbal të ketë i farë bazë idesh, domethënë unë tash mund kjo është temë tjetër, pastaj si strukturohet dialogu, kjo është temë tjetër. Por prapë këto konflikte nuk janë shkaktar për me bënë një konflikt më të madh në shoqëri.
si konflikte ndërmjet dy individave, më kupton. Qartë. Minore. Po. Gashi, shiko, Regi, po, edhe Flamuri po t'ishte, dhe i kisha thonë, po lexoja një artikull i vend të John Locke, një anglezi, një tip filozofi anglezi viteve 1600 i mesjetës. Për John Locke, është Po. monetist që ka kundërshtu kishën e Trinitetit, nuk e ka pranu këtë konceptin e tëmve dhe ka luftu kishën si organizat, jo Zotin, jo fenë. Pikërisht. Dhe thoshti një gjë të bukur që merrte disa shembuj që se si bashkëjetesa fetare është e nevojshme dhe se çfarë të mira i sjellë shoqërisë. Për shembull, një që përmendte ai ishte thoshte të mira ekonomike, okay, se njerëzit janë më të merren vesh me njëri tjetrin, bëjnë dhe tregti me njëri tjetrin, edhe nuk qëndrojnë larg. Po nga ana tjetër, ajo sjell edhe progres në shoqëri, progres që do bëhej pavarësisht se cilës fe, dhe njerëzit e kuptojnë edhe me njëri tjetrin, sa më shumë kohë që harxojnë me njëri tjetrin, edhe kur i kanë fe të ndryshme, e kuptojnë se sa të ngjashëm janë, megjithëse kanë fe të ndryshme, kupton? Dhe përveç saj, këtu kishte edhe nga Irani dhe ku tjetër, se ditash në Siria, në Bagdad, në Bagdad më duket, në Irak. Kishte institute që merreshin me studime se si mund të institute akademike faktikisht, jo shtetërore, që merreshin me studime se si me i ofru pak komunikim komuniteteve fetare me njëri tjetrin, megjithëse mund të jenë në zonat ndryshme të globit. Edhe këtu pastaj shkojmë më tutje, po nëse Regi, unë them pak a shumë çfarë mund të thoshim, i tham një dy tre gjëra, tash unë them mos ta zgjasim tepër, apo do të shtoj në gjë tjetër. Jo, nuk kam, unë personalisht nuk kam çka më zgjat. Desha më dhon një shembull. Po. Në Shkup, Maqedoni, është shtet me shumicë slavo-ortodokse. Në shoqërinë ku jetoj konkretisht në lokale, ne si familje më fetare kemi komshi edhe Maqedon të cilët i përkasin fesë ortodokse. Shqiptar, katolik dhe krishterë nuk kemi për fat të keq, po kemi komplet kulturë të huaj. Edhe këto unë e vërej vetë personalisht, jo që du ta lavdëroj vetën ose ta tregoj me një dritë më ndryshe. Po si fenomen, familja jeme dhe familjet të cilët e praktikojnë fenë, shkaku që me vullnet të lirë, dhe më thonë miren me parimet e fesë, jënë ma të respektueshëm, ma të nderueshëm dhe komuniteteve tjera se sa shqiptarët të tjerë të cilët janë areligjioz. Më kupton? Dhe më thonë e kam këto shembull praktik në lagjën ku jetoj edhe më larg. Dhe më thonë, shqiptarët... Po, mirë, Regi, gjithsesi, kjo mund t'jetë e vërtetë aty, po. Po jo, si shembull isha të thënë. Dhe më thonë, komunitet religjioz i cili në të vërtet e jeton fenë bazë të parimeve dhe dijes, ka më pak konflikte ose hiç konflikte në krahasim me një komunitet që përkatësohet me një kombë ose me një fe, po është ignorant mbi diturinë e çka përmban ajo, edhe shkaku i ignorancës së tij, sjellja e tij në publik edhe brenda shoqërisë është destruktive. Domethënë, destruktiviteti në shoqëri në shumë të radhave vjen si arsye ignorancës. E jo se ai përket një denominacioni ideologjik edhe ai mbas asaj vepron. Kjo është problemi te na, shkaku që identifikohemi me ca kultura dhe me ca simbole, ca religione të cilat na nuk i njohim. Po edhe e marrim atë rolin e atyve njerëzve të egër,
të bardhët, të zit, edhe të kaltërtit edhe të verdhët. Na don 4 ekipa. Edhe kush është në ekipin tonë është i mirë, kush është në ekipin e kundërt është i keq. Domethënë këto janë parime shtazarake fillestare të njeriut të cili është në zhvillim. Regi, pra po themi, shiko, çfarë forme ti, flasim pak për se s'folëm shumë për shekullin e 21, folëm më shumë për të parët, për të mëhershmet. Çfarë strukturash, institucionesh beson ti që duhet të kenë komunitetet fetare në Shqipëri? Personalisht nuk i përkas asnjë strukture religjioze. Strukturë, si me thonë, po ka infrastrukture, do me thonë, komuniteti fetar në Shqipëri ka nda kështu, ka një komuniteti musliman, komuniteti katolik. Këta komunitetet të cilat ekzistojnë, në struktura me titullare i qëndrojnë islamit, krishterimit ose tjere tjere. Por në bërthon, në esenc nuk janë të tilla. Më kupton? Domethënë janë kriju institucione nga ana e shtetit që me mujt më let me kontrollu masën e gjerë të njerëzve. Pa marrë parasysh çka ata kanë brendësinë e tyre. Më kupton? Po. Unë domethënë personalisht nuk i llogariti këto institucione si legjitime, shkaku që përmbajtja e tyre nuk është ajo që duhet të jetë. Më kupton? Cila interesant, po ku mendon se çalojnë ti këto institucionet fetare të Shqipërisë tani? Institucionet fetare shqiptare për momentin janë thjesht titullare, nuk e di apo më kupton. E qartë, më po ç'a duhet bëjnë më tepër që të mos jenë më titullare? Çka duhet të bëjnë më tepër, domethënë të pranojnë parimet e fesë, ta jetojnë fenë ashtu siç është. E jo domethënë ta modifikojnë qëllimet të tjera. Po ku qëndron modifikimi që i kanë bë për shembull fesë? Këta institucione që janë prezente e kanë trashëgimi nga institucione tjera më parë që kanë ekzistuar, domethënë nga koha e komunizmit. Domethënë këtë mbetja e hershme, e cila vetëm është ristrukturu, si ta them, ligjet e atëhershme me këto në pluralizëm kanë ndryshuar në koncept, edhe këta e kanë ndryshuar deklarativisht, domethënë kushtetutat e tyre të institucioneve të cilët gjoja kanë autonomi. Po çka ka ndodhur konkretisht, realisht, se shtetet i kanë kap këto institucione edhe i kanë përvetësu për vetë. Për arsyet e tyre personale. Domethënë, janë kap nga shteti sekular, janë vëndu emrat e institucioneve fetare, edhe ata vazhdojnë domethënë aktrimin. Luajtjen e lojrave të caktuara që 100% të rasteve. E qartë, pra ti mendon që institucionet fetare s'duhet varin nga shteti? Politike, vetëm pak, ideologjive politike të shteteve se sa që paraqesin vlerat fetare. Nuk e di apo më kupton. Vetëm pak. Shiko, më korrigjo, të them si e kuptova unë dhe më thuj atë kom kuptu sakt. Tani ti po thuj që institucionet aktuale fetare të Shqipërisë janë të korruptume në thojza, të pa pranueshme, jo legjitime, sepse kanë shtetin laik mbi kokë, apo jo? Jo mbi kokë, po brenda. Domethënë jo mbi kokë, po brenda ata e dirigjojnë politikat e tyre të jashtme dhe të brendshme. Po, okay, pra të kuptova unë këtë etik. Sakt, ajo është. Po. Shkruajtë se ka shërë në dorë, në varësisht se kush i sponsoron, shërë që i sponsoron dhe një shtet nga jashtë, ta themi Turqia, apo Irani, apo kush do të thotë, apo Vatikani, apo Anglia, apo pa marrë parasysh, atëra ata kanë me aktru në pajtueshmëri me politikat e një shteti të caktuar. Edhe ti si agnostik nga jashtë, si spektator, ke me pa ke veprimtarinë e tyre si veprimtari islamike, dhe ti ashtu do ta qush, apo kupton? Po në fakt ajo nuk është e tillë. Edhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Si është veprimtaria islamike e duhura sipas teje? Si mendon se duhet funksionojë? Komplet tjetër, të marr vesh, vetëm deshta të them. Ta për
ta institucionet momentale e kanë këtë rol, jo vetëm në Shqipëri, por edhe mbar botës, janë përvetësu, janë kap nga shtetet dhe struktura të ndryshme, të cilat vazhdojnë të luajnë lojra politike. Një shembull me ta dhënë, në Amerikë është CAIR, CAIR. Ajo do të thonë nëse shikon veprimtarinë e tyre, është thuajse identike me politikat e Partisë Demokrate. Do të thonë nëse sheti politikat e Partisë Demokrate janë thuajse plotësisht të kundërta me Islamin, po kur e sheh një person i huaj që nuk e njeh fen, nuk e njeh Islamin, e sheh veprimtarinë e tyre, ai automatikisht ka me nënkuptu se kjo qenë ka veprimtaria islamike në bazë të veprimit të institucionit. A më kuptove? E këto në është vetë një problematik të madhe, kur dalë në skenë dhe kur ndëgjej akuzat të ndryshme nga palë të ndryshme për veprimtarinë e institucioneve të caktuara. E tash do të më shpjegoj se si këto institucione kanë një pronar të tyre edhe veprojnë në bazë politikave shteteve konkrete. Kanë shku, kanë hikë gjithë rek, nuk e di pëse s'po dunë më në gjuhë. Shiko, që më bënë mu për shtypje, regi është që këtu, në që se themi që do kemi bashkëtes fetare, atëhere institucionet laike do jenë, se nuk mund t'jenë institucionet fetare mbi institucionet shtetërore. Nuk diskutohet kjo pjesë të lesh, po Pse? Çështja është unë si institucion vetveti me autonominë që e kam. Më kupton? Me autonominë që e kam, unë kam me vepru në bazë të fesë, principeve të fesë, jo në bazë të interesave të caktuara politike, private, pa marrë parasysh të huaja të tyre. Edhe ti paraqes ato para popullatës, e cila në shumë rrate mund të jetë jo fetare, ti paraqesit të tilla, ata pastaj ti shndrojnë në paragjykuesa dhe dënuesa dhe sulmuesa të kauzës teme. Apo kupton? Këtu është problemi. E kanë kap njerëzit në institucion me titull islam, shembull ose krishter, që s'kan lidhje me islamin. S'ka të bëjë me ta. Edhe pas pa mendoj çfarë challenge, çfarë probleme kemi pas me marrëtu me njerëzim bazë të veparimeve. Po, shiko, kjo është shumë problem për institucionet, sepse nëse ti thuaj që një besim fetar duhet i ketë institucionet të ndara nga shteti. Okej, të ndara mund t'i ketë, po të ndara janë, praktikisht janë, ligjërisht janë. Por çfarë ju mungon, unë këtë s'po dëgjoj, s'po kuptoj nga ty, çfarë forme duhet kenë strukturat? Çfarë ju mungon konkretisht është domethënë mu përkatësu në principet e fesë të cilat ata pretendojnë që ju takojnë. Edhe të ndalojnë së vepruarin në bazë të politikave të shteteve të caktuara. Kjo është pika e parë me të cilën pra të bëjnë kundër politik. Jo. Quaj se të qush, po domethënë është hapi i parë që mu identifiku ti, duhesh shemë me thonë që jam ekipi i kuq, duhet veshëm kuq, apo? Mundesh me bëj parti politike. Po jo, kjo është diçka temë tjetër, po thjesht, domethënë. Jo, po mundesh. Nëse që të thotë jam profesionist kirurg, duhet mirët me kirurgji, jo të mirët me sport, shembull. Po. Ata e kisha fjalën, domethënë janë zhvesh komplet, janë e morë vesh sa thu, pra sipas teje, islami i institucionalizuar sot nuk përbën islamin e vërtet. Saktësisht. Po, tani, me sa kuptoj unë, gjithashtu, më duket se shpjegimin midis islamit të vërtet dhe këtyre institucioneve që nuk e përfaqësojnë, ti si e shikon, do të thonë këtu, apo beson që kjo është, se the nuk diskutohet, mos është çështje politike, cilën ti nuk do as ta diskutosh?
Personalisht do me thonë, unë e mendoj që shumica e institucioneve dhe grupacioneve që kanë me numër më të madh të ndjekësve, nuk janë do me thonë autentike në ato të cilët e pretendojnë, edhe jetojnë. Edhe kjo është problemi i mbrëmshëm në komunitetit të shoqëruar musliman, i cili në asnjë moment do me thonë nuk mundet mu ndol edhe me urdhën përfundime të përbashkëta. Dhe më thonë, çorja është aq e madhe, se që para mendoj jemi në një vend ku ka këtë tym edhe plak edhe kaos, ku asnjëri nuk e njeh njëri tjetrin. A më kupton? Edhe ka njerëz caktuar, shumica e njerëzve thonë aty brenda gjithçka është në rregull, gjithçka është perfekt. Që kjo është gjendja reale konkrete. Jo vetëm në Bashkinë Fetare Islame, por në krejt bashkitë fetare tjera. Regi, falenderoj shumë edhe herë për kohën që morë ti. Çfarë doja thoja, më duket edhe një gjë tjetër që nuk e kujtoj tani. Po, shiko, besoj do ketë nuk e di jam gjonë se filloj një zhurmë. Besoj do ketë edhe komunitetet e tjera fetare do kenë probleme të kësaj natyre. Dhe problemi është që ose konfliktet dhe problemet fetare mund të vinë nga si pasojë mosmarrëveshjeve midis grupeve fetare, pastaj për mënyrën se si do funksionojnë institucionet, ose se cila fe kërkon të ketë impakt në institucionet, i cili komunitet fetar, atëherë këtu fillojnë konfliktet e interesave, kupton? Pa dyshim, konfliktet e interesave ekzistojnë në secilën strukturë të shoqërisë tonë. Edhe kudo kohë, domethënë konflikte ka edhe brenda partive caktuara. Ke konflikte pastaj edhe në qeveri, brenda koalicionit qeveritar, brenda opozitës, ki shpërthime konflikte në çdo plot kuptimin e fjalës çdo sferë të shoqërisë. Pa marrë parasysh çfarë është ajo shoqëri. Domethënë konfliktet kanë më ekzistuar sa herë, po pika kryesore është që mos me te eskalu. Konfliktet ekzistojnë edhe brenda njerëzit. Pa dyshim. Ta kena parasysh. Sigur. Edhe gjë tjetër, më doli që ti që ke më humanist se të shprisja. Po nuk e di nga ke pas këtë perspektive që gjithë humanist. Nëse ndonjëherë kena bërë shaka dhe të nduk se e vëmshëm atë diska të tjetër. Jo, shiko. Jo i vëmshëm në kuptimin jo të banalitetit të fjalëve, por po them në kuptimin e kësaj që i qëndron domethënë me humanizmin që për cilin Krisja unë ti më thoshe sikur e merrje si me të qeshur, e kupton, ndërkohë që del që ti qek e rreth humanist. Jo në të akumosh se me të qeshur se të thash edhe mesazh në ty të kuptoj. E kupton nga vjen ti. Po pastaj domethënë ti humbesh rrugës. Rrugës humbosë. Po ku rrugën unë, nëse nuk është fjala për mua, po puna është që po nëse as që unë s'ke ti, po puna është që si me e bërë që tjetë funksionale, a di se a ke dëgjuar, po flasim dëgjojmë gjuhë dhune shumë, po tani se bashkëtesa do kështu, po bëhet brenda shqip folse, po duhet bëhe me një farë mënyrë edhe me të tjerët që nuk flasin shqip. Sidomos kur i ke kom shqip. Pa dyshim, nuk ka diskutim këtë tim, po a di çfarë është problematik. Unë personalisht kam pas punë me shumë kultura të ndryshme, posa që është me këta të komshive, gati se ditë për ditë jam marrë me ta. Edhe kur e kupton origjinën edhe bërthamën e një shoqërie, që atë burimin e ka komplet vrod, komplet urrejtje, ekzistencën e tyre shohin si
do të thonë ekzistenca e tyre bazohet në ato a ekziston ti apo jo. E kjo është do të thonë ajo pika ku nëse unë rrezikohet siguria jeme në kom patjetër me mbrojt veten teme, edhe ndoshta do t'i marr ato masat më të repta, më të dhunshme, të mundshme. Shkaku që ekzistenca e siguria jeme dhe e shoqërisë teme është prioritet para gjithçka e tjetër. A kupton? Ti mundesh të më thush shembull nuk do t'ju vras juve krejtve, nuk ju dëmtoj juve krejtve, vetëm ka një gjilpan do t'ja jap. Apo kupton? Po unë atë gjilpanën e shoh si rrezik se nuk e di çka ka brenda saj. Më kupton? E do më thonë në atë rrezikun ton e hiperbolizoj. Edhe masat të cilat ti marr për me mbrojt veten teme, mund më kanë shumë të repta për publikun. Pra ti procedon me risk të ulët i bje. Sakt. Rek, është punë nga dhrume, kjo po, si ta them, besoj që të gjithë ato që flasin gjuhën shqipe duhet të paktën me u mësu me qëndru paqësor brenda shqipfolësve. Do të thonë në çdo rast, pa e leju dhunën që të futet mes. Sakt, Arbër, po dhunën në shoqërinë shqiptare e dimi sa është banale dhe gati se në asnjë rast nuk është shprehje skopi i besimeve tona të ndryshme fetare. Unë mendoj që nëse e kemi synimin konkret ndaj problematikave më madhore në shoqërinë tonë, atëherë besoj që të kemi më sukses në ato çka po pretendojmë që dojmë të arrijmë. Ama qoftë se miremi me sende triviale ose nuk jo prioritet i shoqërisë tonë si problematika, atëherë besoj që vetëm se do të krijojmë konflikte të panevojshme dhe të humbasim kohë. Më kupton? Domethënë duhet bëhemi plot kuptimin e fjalës shkencëtar. Tulemi të bëjmë statistika. Çka është arsyeja kryesore e dhunimeve në shoqërinë shqiptare? Kjo. Të miremi me këtë palë një herë. Pa dyshim që në mri dhe në pika tjera. Po, ku mund të mos bim dakord. Po problemi është që duhet t'ja fillojmë dikon, kupton? Si shoqëri duhet marrëmi masa. Pra ke marrë në herë një iniciativë politike ti, Rek? Ku marrë diçka të vogël, ama s'kisha pas qef me folë se është pak ndjeshme për ty besoj. Për mua apo për dëgjuesit? Jo, po s'kisha pas qef, jo se veç në ti në dëgjues, po ku marrë pjesë shkaku që besojmë parimet e lirisë së zgjedhjes, domethënë në ato momente kur ishmi të përdhunuar dhe të dhunuar me mu vaksinu, domethënë po çfarë po ta marr pak ca aktivitete shoqërore. Po, çka është interesant, ja? Unë si një shqiptar, fetar, jam ka një rrethum komplet për shoqërisë slavo-macedone ortodokse, me pretendime anti-shqiptare, të së djathtas ekstreme të tyre, edhe kom arrit me ta me bashkë vepru, edhe në shumë raste me qenë lideri lëvizjes së tyre, vetëm për me mbajt atë grupacion të shëndosh dhe të qëndrueshëm për një kauz të përbashkët që unë mendoj që u kanë e shenjtë dhe e shëndosh, apo kupton, që i përket krejt njerëzimit, e mira e krejt njerëzimit, konkretisht e mira e shoqërisë sonë. Domethënë personalisht ja kam arrit me buni gjë të tillë, pse kam qenë i paragjikuar që shporin si po guxon ti qëndrosh me ata shkije, me ata kështu. Po në prap kom besu me një ideal të përbashkët me një grupacion që në raste të tjera mund të jemi armiqësor, po konkretisht në një çështje na bashkon diçka. E çka përbashkët do të thonë siguria jon personale dhe zgjidhja jon e lirë. Po. E qartë. Regi, unë them ta përmbledhim këtu për sonte.
Faleminderit edhe një herë, se zgjatëm pak më shumë se që kishim plan, po mirë është. Ishte kënaqësi, shpresoj të takohemi për të folë kështu kam kryq edhe herë tjera për çfarë të kemi qef. Edhe nëse të keni dëshirë me diskutu në gjë tjetër, ti në herë na thuj. Pa dyshim, po dhe ta kena parasysh një gjallë, me thonë se shumë njerëz që kum pa që dëshpërohen në kauzat e tyre në të cilat besojnë shkaku numrave. Në përgjithësi, popullata, njerëzimi ka qef më marrë me tema argëtuese. Ata të cilët krijojnë konflikte, skena, domethënë sa më interesant sipas atyre të bëna, këto diskutimet intelektuale ku kanë domethënie edhe përmbajtje, ata i shohin se të huja nuk munden mu kyçën në ato tema dhe i duken bajate, apo kupton? S'ka problem. Automatikisht ata reflektojnë në të kundërtën, edhe largohen. Nuk e ndjejnë atë. E për çata e kisha posi këshill personale atë njerëzit në përgjithësi ku ta merr mendja ti që ka përmbajtje dhe ka kuptim me ato më marr. Pa marr parasysh se shoqëria që shndërgon, pozitiv apo negativ. Ti e ke atë idenë, di çka beson, di çka është e drejta, çaty përqendro. Mos më bëu me ndiku audiencat e te dhe të pikpamjet e tua. Jo, shpresoj që jo, nuk e di si duket ty më ka ndiku. S'po them, vetëm kështu. Jo, mbase, nëse mendon më thuj se unë du të reflektoj, e di. Jo, që mund ta them në bazë të asaj që mundesh ndonjëherë ta thush, u largun gjithë, shkon krejt, apo kupton. Aha, po, është pak vet ironia jo, e din. Po. Shkon krejt se jena bot bezdisshëm, di që s'po duan me na ngju. Po jo, them drejtë mu nuk më shqetëson, e di ishin bile kanov këtu ke qenti noshta. Ishin pasare të gjithë aty, kishte ardhur burra e gra, mund të ishin një 20-30 veta. Edhe fillojnë këto këtu, o them, nuk do e bëjmë këtë lloj muhabeti që doni me bëju. Jo, po pse do ti kështu? Thash kështu, nëse s'pëlqen mund dalësh, mund dilni të gjithë, kush doj, le të largohet, le të hiq. Edhe dole, nejse. Shureki, përshëndetje shumë, respekte, do dëgjohemi prapë. Natën. O më shqipni, kusht ka qit me kry I ke pas qenë po një ranë Urat e dheo të tjërë shpina